Përshëndetje goca, përshëndetje, ja baklavan që unë kam bërë të dielën në mëngjes. Si që shikoni, unë baklavan e kam bërë me pistakjo. I kam tollur petët nga 5 e nga 5. Këtu janë 5 petë bashkë. Dhe shiko sa të olla që kanë ardhur. Sa duke dora në kran tjetër. I kam tollur në këtë mënyrë, kam bërë një tepsi jo të madhe, e kam bërë një tepsi të vogël dhe baklavan e kam bërë me 50 petë. Nuk i kam bërë më tepër, se fëmijët e mi nuk janë shumë mbase mërsirave të Shqipërisë, por që gjithsesi i hanë. Nuk ma kërkoj djali këtë me pistakjo, nuk e kisha bërë ndonjëherë, të them të vërtetën. Unë preferoj për veten time tradicionalen me arra dhe me sherbet. Nuk më pëlqen as me qumësh panda që i thonë Shqipëri, as unë e dua tradicionale si që bënte mami ime dhe si që kam bërë unë çdo vit të ri. Po këto 3 vjet e fundit nuk e kam bërë se fëmijët e mi nuk para po e pëlqejnë me. Edhe detyrimisht kësaj radhe ma kërkoi djali, më tha do ma bësh me pistakjo, po ma bëre me pistakjo, unë do ta ha. Edhe ja plotësova dëshirën. Normal, baklavaja do kohë, unë ngrita gjimgjes shpejt, si që kam thënë, edhe ja përgatita. Jodha dhe sherbetin, dije e kemi provuar, baklavan kemi ngrënë, i kam dhënë dhe komshis, ajo është italiane, po ajo vdes për baklava se ka nusën e dajës, se ka shqiptare, edhe nusën e dajës asaj ta bën baklava çdo vit, edhe sa e pa në video që unë e kisha hedhur tek WhatsApp-i, më tha mua jo, thashëm pa merak se të kam menduar edhe do t'i jap. Edhe i kam dhënë asaj aty te 7-8 të prerëm, se ishte tek i jati dje që festuan Pashkët edhe detyrimisht mund t'i jepja vetëm për te. Edhe kjo ishte baklavaja që unë bera, si që shikoni, petët mu hapën për mrekulli, në fillim ngjajti brumi sikur nuk do vinde ashtu që doja unë, por në të vërtet u hapën për bukuri. E lash brumin 1 orë që të shplodhesh, e kam ngjeshur mirë, aftësisht mbi 20 minuta, edhe ja këtu ku po e jedh pistakjo. Unë e kam bërë me 3 shtresa pistakjo, se pistakjo është i imët dhe nuk është si punë e baklavas, edhe detyrimisht i kam hedhur 3 shtresa. Prandaj ngjante edhe baklavaja kur kam hedhur sherbetin lart që ngjante pak si jeshile për këtë mënyrë, për këtë në ajo që unë e bëra me pistakjo. Ma me gjithmonë ka dalë super, normale. Kush është në dietë, më vjen keq. Unë sot kam ngrënë 2 prera gjimgjes, kam pirë dhe godën e çaj. Thash baklava nuk e lë pa ngrënë. Edhe nëse do shtoj 1 kile do ta humbas prap, po që e bera dhe do ta ha. Na një fete do ta mbarojmë. Ja si që thash, unë kam bërë një tepsi shumë të vogël dhe këtu akoma vazhdoj që pres brumin që e bëj në topët vogla. Kjo ishte e fundit edhe ja baklavaja si na doli. Ja si që shikoni edhe prerjen. Normal, ato të prerjes dolën pak më të vogla se si që thash tepsia është me vogël, nuk është e madhe. Se po sa me madhe tjetë tepsia, aq më të mëdha dalin dhe ato fetat e baklavas. Edhe ja këtu po i shtoj gjalpin që e kam shkrirë. Gjalpin e kisham shkrirë, po të thosh, i kisham djegur dhe atë të latozjos. Edhe këtu kam përgatitur sherbetin. Atëherë, unë sherbetin e kam bërë, se shumë veta më kanë shkruar që pse sherbeti është i kuq. Unë sherbetin e bëj si që bën mami im. E skuq sheqerin, jo ta djegëshe, të skuqur. Edhe i shtoj ujin. Mami im për baklavan edhe unë e preferoj në këtë mënyrë. Këtu po zjente sherbeti. Aja sheqeri si punë e vulkani. Kam shtuar 2 feta limoni. Nuk i kam hedhur goca as kanellë as karajfil, se fëmijët e mi nuk e preferojnë me erza. I kam shtrydhur dhe pak fare limon. Edhe kaq, limonin e kam shtrydhur vetëm për mos u krijuar ai sherbeti në kokë rriza, se nuk më pëlqen në baklava, dua që sherbeti të rri i njëjti. Dhe si që pat, unë sherbetin e kam zirë goxha, që ai u trashti dhe u beti. Edhe kjo ishte baklavaja që unë kam bërë për Pashkët.
Ju uroj gjithë të mirat.